Për të tretën ditë radhasi, banorët e rrollit në Velipoj të Shkodrës vijuan protestën kundër ndërtimit të një resorti luksoz Buzdetit. 25 banorët që u shoqëruan një ditë më parë janë liruar dhe janë rikthyer sërish në protestë me pjesën tjetër. Por nuk kanë munguar përplasjet me efektivët e policisë, të cilët i kanë larguar nga rruga ku kanë nisur punimet për ndërtimin e resortit. Gjatë përplasjes me policinë, një prej protestuesve nuk është ndier mirë dhe ka pësuar gjendje të fikti. Në këtë moment, protestues të tjerë kanë ardhur në ndihmë. Banorët paralajmërojnë për shkallëzim të protestës, përfshirë bllokimin e rrugëve dhe një tubim para dyerve të SPAK të Inten. Ata kundërshtojnë projektin që sipas tyre rrezikon 80 banesa dhe pretendojnë se pronat po u merren në mënyrë të padrejtë për t'i hapur rrugë ndërtimit. Nuk na ka sqaruar kush, ne kemi çu provat tona dhe i kena dhënë SPAK. SPAK-u nuk na është përgjigj. Nesër do jem të gjithë si fshatar, të gjithë para SPAK-ut për të kërkuar se si është vepruar deri tani me këto që ne kemi kallëzim. Çfarë të thonë na? Po na gabisin, ne bënë banalon pas decizion. Çfarë më tepër? Për ditë na do vazhdojmë protestën tonë. Dhe nuk na lën. Që në kujt keni gat, filmoni prap, po shkojmë me hi, nuk na lën. Që toka s'na lën. Në makinë policisë nuk na morrin. Gjena për dhënu na morrin me zot. I kanë bu njerëzit marrë si që keni pa dhe vetë. Edhe sot kjo protestë nuk do të mbarojë. Protestuesit i kanë bërë thirrje edhe kryebashkiaku të Shkodrës Banet Beci që të ndërhyjë për zgjidhjen e situatës, duke theksuar se disponojnë dokumente ligjore dhe vendime gjyqësore për pronat e tyre. Resorti parashikohet të ndërtohet në zonën bregdetare ndërmjet Ranës së Hedhun dhe Velipojës. Kompleksi sipas projektit do të ketë sipërfaqe rreth 146 hektar, një nga investimet më të mëdha turistike në vend.